Por fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku vjet re më së shumti një stabilitet, një korektim i lehtë i vlerave pas rënjes drastike, pas shitjeve masive që ndërmorën investitorët, të paktën në 2 sesionet e fundit të hënën, ditën e djeshme, por gjithashtu edhe ditën e premte të javës kaluar si pasojë e reagimit të investitorëve ndaj vendimit të Kinës për të tarifuar 34% tarifat për të tarifuar 34% produktet që importohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kinë. Në anën tjetër, reagoi menjëherë presidenti amerikan dhe kjo bëri që investitorët të shesin aksionet në të gjithë sektorët dhe tregu si ai europian ashtu edhe ai amerikan u përfshin nga shqitjet masive. Në ecurinë e tregut brendshëm valutor, sipas agjencisë këmbimit Iliria 98, vjet re një stabilitet me një tendencë në rënje të lehtë për dollarin amerikan, megjithatë moneda e gjelbërt kuotohet pak a shumë në të njëjtat nivele krahasuar me ditën e djeshme. Sipas Iliria 98, dollari blihet me 89.9 dhe shitet me 91 lekë. Gjithashtu është ngushtuar edhe diferenca e çmimit të blerjes dhe të shitjes ose marzhi i tregtimit në nivelin e 1.1 lekëve, që do të thotë se gradualisht paniku po largohet. Ndërkohë euro vjon të jetë e pandryshuar, blihet me 98.7, shitet me 99.5 lekë, ndërsa franga zvicerane blihet me 104.6, shitet me 105.6 lekë. Në ecurinë e poundit britanik vjon tendenca në rënje. Për këtë monedhë dhe poundi blihet me 114.7, shitet me 116.6 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është e pandryshuar në mëngjesin e sotëm në blerje, kuotohet në 63.6, ndërsa është rritur lehtë në shitje në nivelin e 65.1 lekëve. Dollari australian blihet me 54.1 dhe shitet me 55.5 lekë në rritje të lehtë vetëm në blerje. Ndërkohë jeni japonez është i pandryshuar pavarësisht se në tregje ndërkombëtare është rritur ndjeshëm përballë dollarit amerikan. Jeni blihet me 0.6 dhe shitet me 0.63 lekë. Luatja e vogël në këmbimin e jenit me lekun mund të shpjegohet me faktin se volumi i shkëmbimit të këtyre dy monedhave është nivele mjaft të ulta. Lira turke ka humbur sërish disa qindarka në raport me lekun, blihet me 2.29 dhe shitet me 2.41 lekë. Ndërkohë, dinari maqedonas blihet me 1.54, shitet me 1.61 lekë në rënje të lehtë vetëm në blerje. Rubla ruse është e pandryshuar, blihet me 0.79 dhe shitet me 1 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 11.21 dhe shitet me 12.45 lekë në rënje të lehtë si në blerje ashtu edhe në shitje. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm valutor sipas Iliria 98, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re një stabilitet në sesionin e sotëm, bursat po tentojnë një rimëkëmbje pas humbjeve drastike mbi nivelin e 5% të regjistruar ditën e djeshme, por gjithashtu edhe ditën e premte të javës kaluar. Edhe në sesionin e kaluar tregje në mënyrë të veçantë tregu i aksioneve është përfshirë nga kaosi sepse pati një lajm në media që Shtëpia e Bardhë po konsideron pezullimin e gjitha tarifave të njoftuara ditën e mërkurë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, por menjëherë Shtëpia e Bardhë e mohoi këtë lajm dhe fillimisht tregjet u ritën pas publikimit të lajmit për pezullimin, por pas përgjigjëstrimit nga Shtëpia e Bardhë tregjet u kthyen sërish në rënje drastike dhe luatshmëria në sesionin e kaluar ishte jashtëzakonisht shumë e lartë. Ndërkohë në tregun e monedhave, moneda europiane euro është rikthyer sërish fitimeve në sesionin e sotëm, ka fituar 0.31% të vlerës përballë dollarit amerikan, këmbehet me 1.09 38 dollar. Gjithsesi, në sesionin e kaluar, euro humbi ndjeshëm teren, duke zbritur poshtë nivelit të 1.1 në raport me monedhën e gjelbërt. Investitorët vjojnë preferojnë monedat e cilësuarat sigurta, sikurse është franga zvicerane, por gjithashtu edhe jeni japonez për shkak të frikës por se tarifa do të çojnë ekonominë amerikane dhe ekonominë globale drejt recesionit. Është e sigurt që do të ngadalsohet, por nuk përjashtohet edhe mundësia për një recesion dhe aktualisht vlerësohet në 60%. Presidenti amerikan Donald Trump ditën e djeshme ka deklaruar se ai është i gatshëm të negociojë me secilin vend për sa i përket arritjes marrëveshjeve reciproke për sa i përket vendosjes tarifave.
Në ecorin e poundit, gjithashtu vjetre një rritje me 0.28%, poundi këmbehet me 1.2754 dolar ditën e djeshme. Poundi ishte ndër monedat me performancën më dobët në raport me dolarin, sepse në fillim të tregtisë europiane kuotoi në nivelin e 1.3 në raport me dolarin, ndërsa sigur se mund ta shohim, sot kuotohet në 1.2754 dolar. Përballë frankës, dolari është në rënje me 0.17%, këmbehet me 0.8582 franka. Dolari australian është rritur ndjeshëm me 1.22%, përballë dollarit amerikan, këmbehet me 0.6057 dolar. Dolari kanadez është rritur me 0.46% të vlerës, këmbehet me 0.7029 dolar amerikan, dhe në raport me jenin, dolari ka humbur 0.51% të vlerës, këmbehet pra nivelit të 147 yen mesatarisht, ndërsa në tregun e kriptomonedhave, Bitcoin duket se është rikthyer një farë stabiliteti në sesionin e sotëm, por ditën e djeshme zbriti drejt nivelit të 71.000 dolarëve për të korektuar më pas, duke rikuperuar një pjesë të humbjeve të realizuara në 4 sesionet e fundit. Edhe në tregun e kriptomonedhave po ndikon shqetësimi që ka të bëj me një recesion të mundshëm për ekonominë globale, dhe kjo ka bërë që investitorët të largohen nga asetet e sigurta ku bëjnë pjesë, asetet me risk ku bëjnë pjesë kriptomonedhat, dhe të shkojnë tek asetet e cilësuara të sigurtat. Presim tabelën për të parë ecurinë e tregut të kriptomonedhave deri në këto momente. Investitorët do të vijojnë të fokusohen tek zhvillimet që kanë bëjnë me geopolitikën, ndërkohë vetëm në sesionin e kaluar përkohësisht Bitcoin humbi rreth 10.000 dolar. Gjithsesi, në sesionin e sotëm është rikuperuar ndjeshëm nga 71.000 dolar që preku ditën e djeshme nivelin më të ulët që nga 2020 është rritur në 79.260.12 dolar në rritje me 0.43%. Ethereum vijon të jetë në rënje, por në mas më të vogël me 0.46%, kuotohet në 1.562.64 dolar. Ripple realizon humbjet më të mëdha në rënje me 3.92%, kuotohet në 1.8522 dolar, ndërkohë Litecoin është gjithashtu në rënje me 0.59% të vlerës, kuotohet në 71.14 dolar, dhe Bitcoin Cash ka humbur 0.53% dhe kuotohet në nivelin e 276.68 dolarëve për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar, ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor janë korektuar në sesionin e sotëm, të paktën kanë dalur humbjet, dhe sikur se mund ta shohim Brent i Londrës po tregtohet pra nivelit të 64 dolarëve. Në harkun e 2 sesioneve, nafta Brent ka humbur rreth 10 dolar në tregtimin e saj, pikërisht për shkak të shqetësimeve se tarifat do të ngadalsojnë ekonominë globale, do ta çojnë në recesion, dhe përjedhoi kërkesa për naftë do të jetë para që do të goditet. Gjithsesi, në mbyllje të tregtisë amerikane ditën e djeshme, çmimet u rritën me rreth 1%, duke rikuperuar një pjesë shumë të vogël të humbjeve të realizuara në të paktën 3 sesionet e fundit. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka humbur 0.28% të vlerës dhe kuotohet në 64.03 dolar për fuqi. Nafta bruto amerikane ka rënë me 0.3%, kuotohet në 60.52 dolar, dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 0.86% të vlerës dhe kuotohet në 606.75 dolar për ton. Kjo kontratë është mjaft e rëndësishme edhe për ecurinë e çmimeve në vendin tonë, dhe në harkun e 2 ditëve kjo kontratë ka humbur rreth 60 dolar në tregtimin e saj, 60 dolar për ton, që të shpresojmë se do të reflektohet edhe në tregun e brendshëm në ulje të çmimeve. Ndërkohë në tregun e metaleve të çmuara, vjetre një rritje ndjeshme në sesionin e sotëm, me arin që është ngjitur sërish mbi nivelin e 3.000 dolarëve i cilësuar si një nivel teknik. Në sesionin e kaluar, shitja masive aksioneve përfshiu edhe tregjet e lëndëve të para dhe të metaleve të çmuara gjithashtu, dhe ari zbriti ndjeshëm humbje rreth 70 dolar, por këto humbje i ka rikuperuar në sesionin e sotëm, tregtohet në 3.022.4 dolar për onzë, në rritje me 1.64%.
Edhe argjendi është rritur me 1,61% të vlerës, kuotohet në $30.08 dhe platini është rritur me 0,96%, kuotohet në $914.6 për onzë. Në tregun e aksioneve, bursat europiane po tentojnë njëri më këmbje në sesionin e sotëm, po qëndrojnë në rritje mbi nivelin e 1% për ditën e djeshme. Edhe bursat europiane, sikurse e pam, publikuan humbje të konsiderueshme, ranë deri në nivelin e 6%, por megjithatë në vijim rikuperuan një pjesë të këtyre humbjeve dhe e gjitha kishte të bënte me vendosjen e tarifave. Pati spekulime ditën e djeshme se shtëpia e bardhë do të pezullojë të gjitha tarifat e njoftuara javën e kaluar, ndërkohë menjëherë ky lajm u deklarua si i pavërtet. Njëkohësisht, Donald Trump kërcënoi se do të rrisë tarifat për Kinën edhe me 50% nëse Kina do të aplikojë tarifat prej 34% të njoftuara më herët tarifa ndaj produkteve amerikane. Këto zhvillime kanë shtuar shqetësimet se bota po shkon drejt një lufte tregtare dhe nuk do të ketë asnjë fitues. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 1,24 dhe 1,38%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI janë rritur me 1,46 dhe 1,22%, FTSE MIB i Milanos është rritur me 1,01% të vlerës, ndërsa pas luatjeve të mëdha në sesionin e kaluar, tre indekset kryesore në Wall Street e kanë mbyllur sesionin me ndryshime të vogla, por luatja ishte drastike, në rënje deri në 4%, gjithashtu në rritje deri në nivelin e 3%. Të presim tabelën për të parë edhe curinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për gjatë sesionit kaluar. Dow Jones dhe Nasdaq kanë humbur 0,91 dhe 0,23%, ndërkohë Standard & Poor's 500 është rritur lehtë në rritje me 0,1% të vlerës. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Siemens Energy ka fituar 5,35%, Heidelberg Materials, MTU, Rheinmetall dhe Deutsche Bank kanë fituar nga 3,17 deri në 4,63%. Pra sektori industrial dhe i bankar, që u goditën më shumë ditën e djeshme, sot realizojnë fitimet më të mëdha. Dhe në performancën më dobët, Kiagen ka rënë me 3,6%, Vonovia, Commerzbank, Sunrise dhe SAP janë në rënje nga 1,04 deri në 2,2% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.